Të, të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 26 dhjetor i vitit 2025. Kanë kaluar 3 ditë nga koha e incidentit që ndodhi në aeroportin e Rinasit, ku me urdhër të zionistëve izraelit, spionazhi i antiterrorit shqiptar dhe zagarët të tjerë, Quisling ndaluan hoxhën e nderuar Imran Hussein në kohën që ai po vinte në Shqipëri. Lajmi i ndalimit të Imran Husseinit unë vendosa që ta bëj viral duke njoftuar mediat, por sigur edhe ju mund ta dini më mirë se sa unë, në përgjithësi imazhi i Hoxh Imranit është trajtuar në mënyrë banale nga gazetarët ignorantë shqiptar. E kanë treguar Hoxh Imranin sikur të jetë terrorist e tjerë e tjerë. Megjithatë, nëpër media po ka shumë njerëz me tru, se kuptohet që shumica e popullit idiot që jeton në Kosovë dhe në Shqipëri mes shqiptarëve, idiotët normalisht që edhe islamofobët që normalisht që do lehin atë për të cilën janë gatuar që të lehin. Megjithatë, lajmi i mirë është që shumë intelektual shqiptar, njerëz që nga Alfred Çako te avokati Edmond Petraj, te avokati Altin Goxhaj, të gjithë ata njerëz që kanë tru në kokë, po e denoncojnë këtë trajtim mizor që i është bërë një filozofi dhe intelektuali islamik me famë ndërkombëtare. Tani, në këto video që po bëj sot, dua që t'ju updatoj çfarë po ndodh me çështjen e Hoxh Imranit. Hoxh Imrani është mirë edhe bukur në Beograd, në Tërbi, ku është duke pritur akoma valixhen që zagarët e antiterrorit ja ndaluan në Rinas, dhe kjo valixhe nuk po i dërgohet akoma, ai është duke pritur në Beograd që t'i vi valixha përpara se të shkojë në Portugali. Mbrëm, dje më sakt, unë i organizova Hoxh Imranit një intervistë me një televizion shqiptar. Intervista duhet të jepej live në orën 5:30, por për disa arsye nuk u dha live. Dhe kur kam pyetur drejtuesit e televizionit çfarë u bë me intervistën, më thanë që intervistën po e incizojmë mirë, do ta përkthejmë edhe më pas do ta botojmë. Shpresoj që të botohet intervista, por nëse nuk botohet, unë do e kuptoj shumë mirë që mos botimi i intervistës ka ardhur me urdhër të policisë antiterrorit. Kjo gjë më ka ndodhur mua dhe Gjergji Thanasin në vitin 2022 apo 2022, kur policia e antiterrorit në Shqipëri, në bashkëpunim me mujahedinët iranian, donin që të vrisnin disa iranianë në vend, dhe në atë kohë shkuam në të njëjtin televizion ku do jepnim intervistën, dhe me njëherë ka ndërhyrë policia e antiterrorit dhe na censuruan, por unë me Gjergji shkuam në kanalin tim në YouTube dhe treguam se ç'a ndodhi. Pra, sot jam duke pritur nga televizioni në fjalë nëse do ta transmetoj intervistën e Sheh Imranit apo jo. Por nëse intervista nuk transmetohet, duhet ta kuptoni miq që policia e antiterrorit dhe Mossadi izraelit nuk do që as të lëj Sheh Imranin që të flasi. Kjo është një. E dyta, zhvillime të tjera është për ju që ndiqni Facebookun tim edhe komentet që unë bëj në Facebook, besoj se e keni parë emisionin që është bërë mbrëm në kanalin Euronews, ku në kanalin Euronewsit është treguar kjo aleanca e këtyre ushtarëve të Dexhallit apo të Antikrishtit, ku është bërë një aleancë
me këta armiq të Allahut dhe të Islamit, të cilët po kërkojnë persekutimin e Hoxhi Imran Husejnit dhe thonë bravo për terrorin që ka bërë policia antiterrorit. Në emisionin e brëndshëm e mbrëmshëm që është bërë në Euronews, Radovan Gashi, i njohur për ndryshe me emrin Ridvan Gashi, apo tani e ka ndryshuar emrin, e ka bërë Arbër Gashi, përfaqësuesi i lëvizjes Deçanit dhe i vetë deklaruar si çifut, një halabak kosovar, pastorët evangelist Ylli Doçi dhe Kaun Seriani, këta që luten për Izraelin, kanë bërë thirrje për ndalimin e Sheh Imranit dhe kanë falenderuar policinë antiterrorit, e cila ka ndaluar një kritik të Izraelit. Pra, Aleanca Zioniste e Tiranës është përbashkuar e gjitha dhe po bën hyjim kundër këtij hoxhe 83 vjeçar dhe për torturën që i dhan këtij hoxhe. Kemi patur nëpër media të tjera edhe persona të tjerë që kanë reaguar. Tu mund të përmend vehabistin, hoxhën vehabist Alban Gorishti, i cili ka bërë një shkrim që shan Imran Husejnin. Kuptohet që për vehabistët Imran Husejni është armik, nga që Imran Husejni ka qenë nga të parët që denoncoi ISIS-in dhe Al-Qaidën dhe terroristët që shkuan në Siri dhe vran njerëz. Dhe Alban Gorishti është në një linjë ideologjike me zionistët protestant. Kemi patur sulme kundër Imran Husejnit edhe nga pastori zionist evangelist Paulin Vilayeti, i cili gjithashtu ka kaluar në histeri me shpifje dhe me sulme, por mendoj për personat që kanë parë emisionin në Euronews dje, sulmi më interesant ka ardhur nga renegati Kaun Seriani, i cili ndoshta mund të jetë çam i konvertuar në evangelist protestant, ish misionar me institutin evangelist terrorist Jeta e Re, i cili në intervistën që pati në Euronews mbrëm, bënte thirrje jo vetëm për persekutim të Hoxhi Imran Husejnit, por edhe për pasuesit e tij shqiptar. Pra, ky çam, nëse është çam domethënë, Kaun Seriani, i konvertuar në fen renegate evangeliste, bënte thirrje pak a shumë sikur Napoleon Zerva, që bënte thirrje kundër çamëve musliman kur i masakroi ata. Është bërë pra miq një aleancë zioniste, vehabiste, evangeliste, e cila i thot bravo, bravo policisë antiterrorit për terrorin që bën kundër Hoxh Imran Husejnit. Por ka patur edhe intelektual shqiptar, sikur avokati Edmond Petraj, të cilët apo Altin Goxhaj, të cilët kanë denoncuar terrorin që është bërë kundër Hoxh Imranit. Në intervistën e tij në Euronews, Edmondi thot, e pash me sytë e mi, thot, se si e rrethuan policët predikuesin fetar në Rinas. Pra, ky i krishter, Edmondi është i krishter, ortodoks, është edhe vlla, tregon shokun që ai ka patur kur ka ardhur në aeroportin e Rinasit, edhe se si hoxhës 83 vjeçar e ka rrethuar një tup me zagar të antiterrorit, sigur po vinte Bin Ladini. Megjithatë, çfarë thotë Edmond Petraj, ai ishte në moshë të thyer, rreth 80 vjeç, komunikonte qetësisht, mënyra si i drejtoi ishte shumë e qetë, u kërkonte arsyeën e ndalimit, duke u thënë se kishte prenotuar hotelin dhe fluturimin. Dëshmia e Edmond Petrajt na tregon edhe burrnin e Imran Husejnit. Imran Husejni është figurë ndërkombëtare, është njëri që nuk e vret mendjen shumë për ta zagarët shqiptar, është njëri që ka parë edhe më keq dhe nuk trembet, ai është burr.
Dhe dëshmia e Edmond Petrajt dhe prekja e këtij të krishteri, domethënë, duke parë se si është trajtuar një teolog i moshuar, tregon brutalitetin e regjimit shqiptar, zionist, Edi Ramës, edhe mënyra se si ky regjim trajton muslimanët shqiptar. Kemi padur reagim edhe nga avokati Altin Goxhaj, një person që është shumë inteligjent, i cili kritikon ndalimin nga antiterrori dhe shërbimi informativ në Shqipëri me urdhër të Mossadit i Hoxhës Imran Hussein. Altin Goxhaj e trajton ndalimin e Hoxh Imran Husseinit si një kërcënim për Shqipërinë. Ai thotë, ju qeshni kur ju them thotë se Shqipëria është në proces konvertimi nga shteti shqiptar në shtetin e Izraelit të ri, të shoqërisë së hapur, një shtet pa shqiptar por veç me kolon Izraelit e pa kënaqur nga Izraeli i Sionit. Dhe sklehurit e tyre nga India dhe Filipinet, Amerika Latine dhe Ukraina, të cilët janë miqësor me gjuhësh. Ky ka qenë gjithmonë projekti i familjes mekanike Soros dhe agjendës Soros për shpopullimin e Shqipërisë. Pra, Altin Goxhaj e trajton dalimin e Hoxh Imran Husseinit në Rinas si pjesë të konspiracisë të madhe zioniste për depopullimin dhe shkatrimin e Shqipërisë dhe përkthimin e Shqipërisë në një bazë të zionizmit ndërkombëtar. Po, për këtë arsye miq, edhe kemi këtë aleancën vehabiste zioniste, e cila i është vërsulur Hoxh Imran Husseinit. Dhe këtu do t'ju shfaq dokumentin e ndalimit të Hoxhës. Këtu do shikoni pse Hoxha është ndaluar dhe mund ta lexoni vetë për mbajtjen për një moment sa të rregulloj pak dritën këtu. Dhe ky është dokumenti që i është dhënë Hoxhës kur e kanë deportuar nga Rinaci, ku Hoxhës i thuhet që i është ndaluar hyrja. Pra, nuk ka asnjë akuzë ndaj Hoxhës për terrorizëm apo ku e diun se çfarë, por e vetmja arsye është që është një person për të cilin ka shënim që i refuzohet hyrja në Shqipëri. Unë ndjekësit e Hoxhës në Shqipëri, edhe avokat, dhe miq, është interesante. Avokatët i kemi të krishterë ortodoks. Me gjithë avokatët tanë, inshallah, me lejen e Allahut, do të luftojmë dhëm për dhëm me zagarët e antiterrorit derisa të risjellim Hoxh Imranin në Shqipëri. Dje në emisionin që është bërë në Euronews, spioni, si e ka emrin ky spioni, Softa, ishte një Softa, Euronews, një nga këta spionët e antiterrorit, se kanë edhe emrat si Fatjon Softa, domethënë, që është ftuar në Euronews, është munduar pak a shumë të justifikoj veprimtarinë fashiste të policisë antiterrorit dhe ndalimin që ajo i ka bërë Hoxh Imran Husseinit. Megjithatë miq, deri tani punët janë keq për policinë e antiterrorit, nga që ata nuk dinë të thonë arsyen pse ndaluan këtë person. Pse Imran Husseini lejohet që të hyjë në Rumani, vendi i NATO-s, në Bullgari, vendi i NATO-s, dhe i Bashkimit Evropian, pse ky person lejohet të bredhi gjithë Evropën, por nuk lejohet në Shqipëri. Justifikimi që po japin hajdutët e antiterrorit është që thonë na ka ardhur neve një informacion, ky Fatjon Softa ka ardhur informacion thoshte nga një vend ballkanik. Cili vend ballkanik? Ka ardhur informacioni nga Rumania, nga Bullgaria, nga Serbia, nga Greqia. Imam Husseini shkon te gjitha këto vende. Pse duhet vi informacioni nga këto vende që e lejojnë? Apo ju ka ardhur informacioni nga lëvizja e Deçanit në Kosovë? Nga kush u ka ardhur informacioni? Çfarë informacioni u ka ardhur?
çfarë krimi ka bërë Imran Husseini. Se këta zagarët e antiterrorit me spionët e tyre nëpër media hedhin idenë ai është terrorist. Ka përfshirje kundër Izraelit. Tani, kritikosh Izraelin është humanizëm. Se Izraelin e sulmon që nga Kombet e Bashkuara te gjykatën ndërkombëtare penale. Dhe terrorist është Izraeli. Dhe se Hoxha Imran Husseini është kundër gjenocidit që bëhet kundër palestinezëve, që nuk e bën atë terrorist. E dyta, Hoxha Imran Husseini është në rekord si kleriku i vetëm dhe i parë që denoncoi Al-Qaidën dhe ISIS-in dhe terrorizmin që CIA dhe Izraeli instaloi në Irak dhe në Siri. Hoxha Imran Husseini e ka CV-n e pastër. Ky spioni i antiterrorit Fatjon Softa thoshte ati i ndalohet hyrja në Singapur. Po, i ndalohet hyrja në Singapur, por jo në Malajzi. Se në Singapur, nga që Singapuri është vend zionist, është vend që e kontrollon Izraeli. Dhe Izraeli kudo që ka pushtet e ndalon këtë njeri, po këtë njeri nuk e futet në burg, se ky nuk bën asnjë krim, ky vetëm tregon profecit e Muhamedit alayhis salam. Unë e kuptoj që këta spionurit që nga Alban Dautaj, Bashkim Lamnica, Fatjon Softa, që janë në shërbim të gjenocidit izraelit, ndoshta do donin që ta zhduknin Kuranin dhe profetin Muhammed, por nuk e bëjnë dot. Dhe Hoxha Imran Husseini është një messenger, ai është lajmëtar. Ai i tregon njerëzimit se çfarë ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam 1447 vite më herët. Për zionizmin, se si do të vi, për krimin e Izraelit, për shfaqjen e Dajjalit, për kontrollin masiv që Dajjali do t'i bëjë njerëzimit nëpërmjet vaksinimit, nëpërmjet parave digjitale, nëpërmjet atij që profeti Muhammed thotë Dajjali, i cili do të jetë me një sy, që janë kamerat që kemi sot. Hoxha Imran Husseini shpjegon Kuranin dhe hadithet. Nëse dikush ka problem me Kuranin dhe hadithin, le ta shpalli Kuranin dhe hadithin ilegal, dhe ne besimtarët e Muhamedit do shkojmë underground, ashtu sikur të krishterët në Romën e lashtë, dhe do ta mbajmë fen ton në fshehtësi, por nuk do t'ja dorëzojmë shpirtin shejtanit. Tani miq, në këtë video bëra një bisedë të tillë në NTV dje, pardje, por ma censuroja ideali se amon më në Shqipëri njerëzit janë me probleme. Në këtë bisedën që pata në TV u merja pak me Gjergj Zefin. Dhe këtu me ju do merrem pak me Gjergj Zefin, me shkrimin që ai ka botuar në portalin Predikuesi i Apokalipsit. Kush është imami latinoamerikan që u bllokua nga amerikanët në Rina? Nuk do merrem me Gjergj Zefin, se Gjergj Zefi është pak. Gjergj Zefi për ata që e njohin është një gjobaxhi, kështu përflitet domethënë, që her pas here ha edhe dru nga njerëzit që ai bie në qafë. Këtu është një lajm kur Gjergj Zefin e rrahën keq në 2023-shin. Megjithatë Gjergjin, domethënë, se kështu është gazetaria në Shqipëri miq, domethënë duhet bësh gjoba që të jetosh. Ndoshta Gjergji nuk vë gjoba, Gjergji nothing personal, nuk kam fakte që vë gjoba. Megjithatë, do merrem pak me këtë shkrimin që Gjergj Zefi ka botuar në portalin e tij. Ky shkrim është botuar edhe në portalin Faktor.al, diçka e tillë. Dhe ky nuk është shkrimi i Gjergj Zefit. Ky është shkrimi i policisë antiterrorit. Prandaj dua miq që të më dëgjoni me vëmendje, nga që do analizoj pak të shkrim. Do të analizoj fjali për fjali, se me këtë analizë nuk dua të përgjigjem Gjergj Zefit, nga që Gjergj Zefi është bisht i kavallit, por duhet të përgjigjem policisë antiterrorit që ka shkruar. Ky është raport policor. Shkrimi fillon: Imami 83 vjeçar, i njohur si predikues i xhihadit dhe i teorive apokaliptike, i shtetuar nga rrjetet islamiste në Durrës. Dëbimi urdhërua pas një paralajmërimi amerikan për rrezik ekstremizmi. Kemi shumë gabime këtu. E para, Imam Imran Husseini nuk predikon xhihadin. Po, ai shpjegon teoritë apokaliptike sipas Kuranit, sikur në të gjitha kishat evangeliste të Arnautistanit dhe Kosovës,
flitet natën edhe ditën për teoritë apokaliptike. Nëse dikush shkon në Pogradet, hap radion, dëgjon Radio Nehemia e këtyre evangelistëve protestantë, sikur ky Kaun Seriani, por ditë flasin për teoritë apokaliptike, ku sipas tyre Izraeli do të zhdukë arabët dhe islamin dhe do të triumfojë. Dhe Hoxha Imran Husseini nuk bën asnjë gjë më shumë se sa bën pastori Doç Ylli apo Yll Doçi apo Kaun Seriani apo ky Paulin Vilajeti. Bën të njëjtën gjë. Ishte i ftuar nga rrjetet islamiste në Durrës. Me këtë term antiterrori, thotë që në Durrës pas ka rrjete me islamikër dhe ne islamikët bëjmë qametin. Po, Hoxha Imran Husseini ishte ftuar nga hoxhallar dhe besimtarë, jo vetëm në Durrës, po që kishin ardhur edhe nga Kosova dhe nga Maqedonia. Edhe thuhet, Hosein, një klerik 83 vjeçar, idhull botror i fanatikëve islamik. Tani, Imran Husseini nuk është idhull i fanatikëve islamik, ai është një hoxh shumë interesant, nuk është mainstream, nga që ai nuk pagohet as nga Turqia, as nga Arabia Saudite, as nga Katari, është i pavarur. Dhe e komenton Kuranin pa patur frikë. Ai nuk është legend që duhet të marrë leje në ambasadë turke apo Arabo Saudite apo Katareze për atë që flet. Dhe ai, unë e njoh Imranin, e kam mik familje, ai jeton me ndihma besimtarësh, me sadaka. Vjen në Malajzi, japi njerëz lek. Shkon në Tajland, japi njerëzit lek. Shkon në Lisbon, në Portugal, japin besimtarët lek. Unë e di se si jeton ai. Ati thot ishte prenotuar një dhomë luksoze në hotelin Empire në plazhin e Durrësit, vend që e kishte frekuentuar edhe më parë. Nuk e di unë për dhomën a ishte luksoze apo jo, por edhe nëse ishte shumë mirë, një burr plak le të rrinë atë dhomë. Kjo nuk ishte hera e parë që udhëtonte në Shqipëri, thuhet se ishte hera e tretë me ftesë imamëve të shqiptarë me cilë kishte lidhje të vjetra. Po, në rregull. Siç mësohet, ndalimi për hyrjen e tij është bërë pas një kërkese amerikane, pasi Hosein ndodhet në listën e zezë të SBA-s dhe është ndaluar viza prej kohësh. Okej. Tani, a është ndaluar Imran Hoseini nga SBA-ja? Po. Besoj se po. Unë nuk e di me 100%, po besoj se po. Se ndalimi i tij erdhi pas 11 shtatorit, nga që Imran Hoseini, që në atë kohë ishte imam në Selin e OKB-s, doli dhe tha, 11 shtator nuk e kanë bërë muslimanët, e ka bërë Mossad Izraelit. Për këtë amerikanët thanë go home. Po tani, se Imran Husseini thot që 11 shtatorin e kanë bërë zionistët dhe amerikanët për të sulmuar islamin, kjo është një gjë që e thot edhe Tucker Carlson dhe thon shumë analistë botror. Dhe ka libra, ka studime, ka dokumentar që vërtetojnë që 11 shtatorin nuk e bën muslimanët. Kjo nuk është arsye që ti ndalohet, se thotë edhe Alfred Çago. Dhe kjo nuk është arsye që ti ndalohet hyrja dikujt në Shqipëri. Po këta e thanë amerikanët, po le ta thonë amerikanët që i zhdukt Allahu i Madh i Arabit. Shqipëria është e shqiptarëve, është shtet sovran. Imran Husseini u ftuan nga shqiptarët. Amerikanët të shkojnë në rrotën e somës tyre. Aty në Amerikë, me atë kurvarin plak, me Trumpin edhe me zionistët, të bëjnë që duan, po jo në Shqipëri. Nuk kanë të drejtë Amerikanë, nuk e kanë pushtuar Shqipërinë. Vazhdon fjalia, thuhet Imran Husseini, përfaqësues i shkollës salafiste, konsiderohet nga imam me etj etj. Imam Husseini nuk është salafist. Imam Husseini është sufist hanefi, është mezhebi i Hafiz Sabri Koçit. Është gabim miq të antiterrorit. Në predikimet e tij, kleriku latinoamerikan i financuar nga Irani, njëti nga zërë më të fortë propagandë xhihadiste dhe për krahasje terroristë për plan ndërmjet botës islame dhe perëndimore. Miq të antiterrorit, çfarë miq ju një legenda. Sigurai Aldo Londo, biri i Bardhy Londos, janë spiun Den Babaden, që më zbardh videot. Aldo, po t'i them për ty, vlla, kur ta marrësh këtë videot në time në zyrat e antiterrorit, zbardhe edhe emrin tënd. Po atë Ilda London që shkruan kundër me motreke, se jeni soi spionësh ju. Tani, nga e di antiterrori që Imran Husseini është i financuar nga Irani, është pyetja e parë. Do janë pordh me
teori konspirative. Se e kuptoni se çfarë bën kjo idiotësia e këtyre antiterrorisave, ose ndoshta edhe e Mossadit izraelit, që u ka dhënë këtyre këto informacione. Njerë thonë ky është selefist, pastaj thonë është i financuar nga Irani. Dhe thuhet ai është përkrahës i teorisë përplasjes ndërmjet botës islame dhe perëndimore. E para, Husseini nuk është përkrahës i përplasjes, por ai e shpjegon që kjo përplasje do të ndodhi, sepse është në hadithet e profetit Muhammed. Vazhdoj me fjalën tjetër. Në ligjëratën e tij Husseini nuk flet për besim apo moral, por për politikë ndërkombëtare, gjeopolitik, strategji bërthamore. Po, Imran Husseini nuk është Ahmet Kalaja, nuk është Bilal Keqja, nuk është Elvis Naçi, që ju i keni instruktuar këta që i thoni flisni për moral, thoni njerëzve shqiptaria, japim lek fukareve etj etj. No. Imran Husseini është një hoxh që ju nuk e kontrolloni dot. Nuk është legal, nuk është përkatësak, është burr. Dhe ai analizon politikën ndërkombëtare. Ai analizon pse ne muslimanët trajtohemi në këtë mënyrë që trajtohemi. Se antiterrori ndalon Hoxh Imran Husseinin të hyjë në Rina, se thotë është rrezik për sigurinë kombëtare, por baba Mond Langaraqi në Pianetin, i cili thotë do ta ndajmë Shqipërinë, do bëjmë shtet bektashian, e respekton, e nderon, jep edhe pasaportë diplomatike. Imran Husseini nuk është si Joel Kaplani, ai rabini i degeneruar çifut, që e kanë hedhur në gjyq tani për gjenocid në Gaza, që Shqipëria e fton me nderime, Edi Rama e merr në zyrën e tij, japin ndoshta edhe pasaportë diplomatike dhe nderojnë. Imran Husseini është njëri fetar, por arma e vetme e tij është tregimi i vërtetës. Thoni më pas, ligjëratat e tij Husseini nuk flet, në platformën në YouTube ai shpërndan idenë e një apokalipsi botror dhe të rikthimit të Jeruzalemit si qendër e një kalifati islamik, duke ju referuar periudhave të dinastive Abaside dhe Umayyade. Po, uksa të antiterrorit. Ju lutem, shkoni në xhami, lexoni Kur'an dhe Hadith. Në surën Al-Isra dhe në hadithet e profetit Muhammed janë parashikuar gjitha këto. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka parashikuar 1447 vite më parë që do vi një kohë që do mblidhen xifutët nga gjithë bota në Palestinë dhe do bëjnë masakër me njerëzimin. Do të bëjnë atë që thuhet edhe në Bibël Armagedon apo Al-Malhama Al-Kubra, ku xifutët do përdorin bombën atomike dhe do të krijojnë një mal me koka njerëzish. Këto gjëra i thonë edhe të krishterët, edhe rabinët xifut. U është problemi me Imran Husseinin që i bën një interpretim islamik profecive të Kuranit dhe të Biblës. Miq, ju jeni miqtë me ju janë armiq, por fuksat antiterrorit. Ju nuk na ndaloni dot në lirinë e fjalës. Pas ju thoni, Husseini ka shumë djegë në Shqipëri, sidomos mes fanatikëve islamik, ai ka ardhur 2 herë, ku personi i kontaktit në Tiranë është Ojsi Yazexhi. Lebrit thonë në këtë rast na rrjeva, na zbuluat rrjetin. Tani pikë së pari, Ojsi Yazexhiu nuk është në Tiranë, është në Malajzi, por po, Imran Husseini është miku im dhe unë jam krenar që jam miku i tij. Unë për këtë arsye i thash edhe Ylli Rakibit ma përmendi emrin, që është përmendur emri im nga edhe te Arjan Çani nga Çako etj etj, sepse unë dua që ta mori vesh kuç e maç i madh dhe i vogël, që Imran Husseini është miku im. Thot më pas raporti antiterrorit dyja, më parë Husseini mbajti një ligjërat në Malajzi në moderimin e Yazexhiut, ku mori pjesë edhe një ish ushtarak amerikan i njohur si mbështetës i regjimit iranian. Tani, për debilat e antiterrorit duhet t'ju korrigjoj përsëri. Se merr një rroga mor legenda, merrni nga 1 milion lekë muja dhe më shumë më burr. E vodhët e rropota të shtetit shqiptar. Bëheni punën mirë. E para, ligjërata e Hoxh Imran Husseinit nuk ishte në moderimin tim, unë isha panelist, patëm një panel në Kuala Lumpur
Dhe ky seminar ka ndodhur në maj, por juve do më thënë Aldo Londo edhe ju spionët e tjerë që jeni në zyrën e antiterrorit të kryegjyshata, bëjeni punën mirë. Shihini videot me detaj se helbet te do dëgjoni ndonjë Kur'an apo ndonjë vers nga Kur'ani apo hadithet, edhe ndoshta Allahu mund t'ju preki zemrën dhe të bëheni tradhtar, të dini në anën tonë, të dini në anën e Allahut dhe të Islamit. Pra shihini videot me vëmendje dhe kur të bëni këto, se ky është raporti juaj, ky nuk është raporti i Gjerzevi, se Gjerzevi është i cop malok katolik, nuk i di Gjerzevi këto gjëra. Dhe këto gjëra që ju keni shkruar, dhe unë prandaj po merrem edhe me juve, sepse domethënë ky është një shkrim që kuptohet që është shkrim i antiterrorit, që ju e keni shpërndar si komunikat, si trakt, në për portalet të ndryshme dhe ju e keni bërë këtë se doni që të justifikoni atë që bëhet kundër Hoxha Imran Husajnit. Dhe unë nuk kuptoj se ju duhet të ruani vendin e punës, nga që ju tani po përballeni me një skandal. Por dua që punën që ta bëni, o Bashkim Lamnica, o Alban Daudaj, më dëgjo me vëmendje. Punëtorët që i ke aty nuk e bëjnë punën si duhet. Me Imran Husajnin ligjërata ka qenë në maj, jo 2 javë më herët. Unë nuk kam qenë moderator, unë kam qenë panelist, kam shpjeguar historinë e zionizmit, që nga lufta e parë botërore deri tani. E keni edhe videon time, besoj se ua ka arkivuar Aldo Londo. Dhe përveç nesh ishte edhe një shtetas amerikan, Ken O'Keefe, se nuk ja keni përmend emrin. I lus shikuesit e videos, futen në Google, shohin kush është Ken O'Keefe. Është një ish marinc amerikan që mori pjesë në pushtimin e Irakut dhe më pas u çua kundër Bushit, nga që tha ju po manipuloni me ne, ju e bët një mbështatorin. Dhe shive fjalia që ju keni përmendur, i njohur si mbështetës i regjimit iranian. Për juve do më thënë kush është kundër Izraelit, është me Iranin. Po, Ken O'Keefe e mbështet Iranin, e mbështet Hamasin, e mbështet Palestinën, ka jetuar në Gaza, ka qenë në Mavi Marmara në flotilën që shkoi për të thyer blokadën e Gazës. Është një aktivist ndërkombëtar që jeton këtu në Kuala Lumpur. Është boss. Është një super çun, është trim, i cili ka degeneruar qeverinë amerikane, presidentën e Bushit, për shërbimin që ajo i bëri Izraelit. Dgjoj, unë e di që ju në antiterror, për personat që kanë lexuar emailat e Gledis Nanos, juve u ka bërë trunin sallat Mariam Rajavi dhe mujahidinët iranian, të cilët u çojnë përdit letra dhe emaila që nga emailat e Margarita Kolës ku kërkohet arrestimi Gjergji Thanasit, te letrat e atij spionit Naib Agës, i cili u kërkonte juve që të arrestonit iranianët që nuk mbështesin Mekun, te teoritë e Mekut që thonë Olsin e paguan Irani, tani e nxorët Imran Husajnin e paguan Imrani, Ken O'Keefein e paguan Irani, apo ju jeni të trushplar edhe nga emailet që u dërgon Carmon Elli, janë emailat e Gledis Nanos, këto gjitha, që u kanë radikalizuar me urrëtie kundër Islamit, kundër Palestinës, kundër Iranit, kundër Sirisë, kundër Hamasit. E kuptoj që ju jeni të trushplar. Por edhe pse jeni të radikalizuar dhe trushplar, unë lus që të bëni pak më shumë research. Sepse ai Meku, ato kurvat që shkruajnë me anonimitet, mua më kanë shpallur si agent iranian, por ata bi të nonave të tyre në asnjë moment nuk guxojnë që të dalin me emër dhe me mbiemër që unë t'i hedh në gjysh. Por edhe juve, unë u sugjeroj që të bëheni pak profesionalist dhe që të kuptoni që gjërat nuk janë sikur u gënjen juve, ambasada e Izraelit dhe Meku. Gjërat janë më të komplikuara. Se unë, se Imran Husajn, se Ken O'Keefe flasim kundër gjenocidit izraelit, kjo nuk na bën të komanduar nga Irani. Po, Irani është aty dhe bravo i qoftë për atë që i bëri bosave tuaj në institutin e Herzlijas, që
u bombardoi zyrat ku juve u marrin dhe u trajnojnë në qershor të 2025-s. Por nuk është Irani qendra e botës. Ka më shumë se sa Irani. Ju vazhdoni më pas, në ligjëratët e fundit, Hosseini ka kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen e ndërmarrë nga presidenti amerikan Donald Trump, vendet arabe dhe Turqia për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Ai ka quajtur këtë marrëveshje pak judaika, duke e përkufizuar si fazën e re të dominimit global hebraik pas Pax Amerikanës së luftës së dytë botërore. Dëgjoni miq, këto që thotë Sheikh Imran Husseini, i thonë me mira intelektualët gjithë botën. Imran Husseini nuk është i pari, as i fundit. Në Shqipëri thonë njerëz si puna ime, si Kasteliot Çipi, si Alfred Çako, në Kosovë njerëz si Arianis Flamniku e tjerë të cilët, domethënë është parë e bardha në të zezë. Unë bëj video pothuajse kur kam kohë, pothuajse çdo javë, ku analizoj fjalimet e Trumpit, se Trumpi hapur i është dorëzuar zionizmin ndërkombëtar dhe thot hapur që ne si Amerikanë jemi në shërbim të Izraelit. Izraeli e ka marrë Amerikën miq. Dhe kjo që Hoxh Imran Husseini e ka shpallur 30 vite më herët, që Izraeli do ta marrë kontroll Amerikën, sot është e bardha në të zezë. Dhe ju vetë jeni dëshmitar kësaj. Apo jo, Alban Dautaj? Arsyeja ja se ju e ndaluat Hoxh Imran Husseini që të hynë në Rinas, është se ai flet kundër Izraelit. Edi Rama i ka shitur Izraelit çdo gjë në Shqipëri. Sulmet kibernetike në 2022 në Shqipëri nuk i bëri Irani, i bëri Izraeli. Dhe me atë që bëri Izraeli, tani na ka marrë edhe ty Alban Dautaj, edhe mua, gjithë spionave të antiterrorit. Izraeli ka marrë nën kontroll kibernetikën shqiptare. Izraeli ka pasaportat tona, shenjat e gishtave, bankat tona, dhe Shqipërinë tonë të dashur e ka kthyer në koloni. Edi Rama i dhuroi ishullin e Sazanit zionistit Jared Kushner. Izraelitët po na marrin shpirtin, po na marrin ujin, po na marrin rrymën, po na marrin bankat, po na marrin ishullin e Sazanit. Nuk është Imran Husseini miq që po na e merr ishullin e Sazanit. Nuk është Imran Husseini miq që do bëj shtetin Bektashian të Babamondit. Është Izraeli. Dhe thuajeni troç, unë e di që ju nuk e thoni dot, se po ta thoni këtë gjë ju do humbisni vendin e punës, por është Izraeli, ai që u komandon edhe juve. Është në emailat që Homeland Justice lëshoi të Gladys Nanos, ku ju merrni instruksione nga amerikanët dhe nga izraelitët se kë shqiptar duhet të burgosni, kë shqiptar duhet të ktheni në spion, kë shqiptar duhet të raportoni etj etj. Jeni kthyer në ushtar të Izraelit. Dhe Hoxh Imrani këtë thotë, po nuk, ai nuk është direkt si puna ime. Ai komenton çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Më pas ju vazhdoni, mbështetësit shqiptar të Hoseinit kanë përhapur njoftime se ndalimi dhe dëbimi i tij është bërë nën presion e diplomatëve izraelit në Tiranë, por burimet zyrtare konfirmojnë se kërkesa ka ardhur nga SBA-ja, që e konsiderojnë klerikun si një nga figurat që nxisin ekstremizëm dhe minojnë përpjekjet për paqe në lindjen e mesme. Tani, miq, dëgjon, çfarë miq, ju jeni miqtë e mi, ju jeni armiq, çfarë miq, ju jeni armiqtë e Shqipërisë. Por kot e keni që mundoheni që të thoni që nuk janë diplomatët izraelit, por janë amerikanët që na kërkuan. Mund të jetë vërtet që amerikanët u kanë kërkuar, se izraelitët janë aq big kurvash, sa që ata edhe kur bëjnë krime, nuk e bëjnë me dorën e tyre, po e bëjnë me dorën amerikane. Se që nga viti 1996 deri sot, sa vite janë? 30 vjet, që në Shqipëri burgosen hoxhallarët, mbyllën fondacionet arabe, dëbohen arabët, çohen shqiptarët në përburgje pse kritikojnë Izraelin, dhe njerëz që nga Ibrahim Lektica deri te Bardhi Guza, pse shkatrohen familje, pse torturohen shqiptarët, pse kur donte të luante Izraeli në 2016 nëntor ju batisët 150 shtëpira në gjithë Shqipërinë, ku rrahet hoxhallarë dhe besimtarë me urdhët Mossadit,
10 miq që është Izraeli. Ju këtë shkrim që ja keni quar këtij fakirit Gjerzefit, thoni që nuk është Izraeli, po janë Amerikanët, unë e kuptoj. Ju doni të mbroni kokën e Meduzës, që është zionizmi. Dhe kuptohet që krye agjentët e zionizmit janë Amerikanët. Po u thanë Amerikanët, u ka thënë Izraeli. Por ju, sikur ju e përmendni, shqetësimi juaj se ju, ky është budalliku, o Alban Dautaj, të lutem mërbur, rafinoj pak ta fuksat që ke në punë, në antiterror. Ju vetë thoni, ne nuk e duam Imran Husseinin, se Imran Husseini thotë që judejt do marrin Amerikën. Ju e thoni vetë, e bardhë në zezë. Problemi juaj ky është. Problemi juaj është Izraeli. Prandaj juve e ndaluat Hoxhi Imran Husseinin. Vazhdojmë edhe me fjalit e fundit të komunikatës tuaj, po të fundit edhe Mbretëria e Bashkuar ka ndaluar hyrjen e tij në territorin britanik. Ky urdhër u aktivizua kur Hussein ndodhej në Londër, ku së bashku me disa klerik hebrej ortodoks kishte kundërshtuar planin e paqes. Me këtë shkrim, me këtë fjali o Alban Dautaj, ju tregoni e bardha në të zezë që ky shkrim nuk është nga fakiri Gjerzevi, po është shkrim shërbimesh. Asnjë person në këtë dynja, nga burimet të hapura informacioni, duke përfshirë edhe mua, nuk din që Hoxhi Imranit jetë komunikuar ndalimi i hyrjes në Britaninë e Madhe. Hoxhi Imrani ishte, më duket, para një jave aty ku mbajti një seri leksionesh, leksionet mi që keni online, por me këtë fjali ju tregoni se sa jo profesional që jeni. Herë tjetër, kur t'i jepni shkrimet Gjerzefit, vendosni mërbur aty në krye nga policia antiterrorit. Sepse këto informacione që janë informacione të klasifikuara, to i dini vetëm ju, spionët. Edhe atë informacione tjetër që personi i kontaktit në Tiranë është Olsia Xhexhiu. Është gjuhë spionërish. Tani, herë tjetër që ta runi këtë Gjerzefin në burr, që mos ta tregoni që është spioni juaj, spion antiterrori, keni pak rahmet në burr, se ngelen duke rrah budallën. Herë tjetër, bëheni atë titullin nga antiterrori, bilet a ka mundësi për të bëni herë tjetër kështu shkrimesh? Ma çoni edhe mua një burrë, e botoj edhe unë nëpër portale, nëpër Facebook-ra. Është më e ndershme se sa këto budalliqe që bëni. Dhe fjalia e fundit, prandaj u nis për në Shqipëri, ku synonte të qëndronte për një periudhë gjatë sapo mbriti në aeroportin e Rinasit. Autoritetet shqiptare morën njoftim për ndalimin e tij dhe policia e dëboi nga vendi pas një seance pyetjesh dhe procedurash e cila është filmuar dhe dokumentuar. Keni bërë fitore të madhe, keni filmuar e dokumentuar një xhaje 83 vjeçar me pateric, me stand në zemër, që lexon Kur'an i shkreti. Hoxhi Imrani miq, por ju që nuk e njihni, se unë e njoh, nuk fle gjumë pas sabahut. Bilet shohet që para sabahut natën, edhe lexon Kur'an. Bilet mua sa herë më thotë duhet lexosh Kur'an për ditë, po mua s'mlot dunjaja, se duhet punoj miq, duhet punoj për Malajzin, jo për Iranin, që të haj buk, se Bashkimi Lamnica me Alban Dautajn nuk më kanë rekrutuar për spion që të m'japin rroga. Dhe që po thoja, është një njeri shumë fetar. Është një njeri subhanallahu që lexon Kur'an, që kudo që shkon predikon, që kur ulesh me atë në tavolinë, ai fillon me dua, mbaron me dua ushimin, është subhanallahu, është njeri pa parë. Dhe kjo policia langaraqe antiterrorit e kemi filmuar, thotë, e kemi dokumentuar. Thua se kapën Bin Ladinin, po më falni për shprehjen, ti han mutin Imran Husseinit. Po. Tani, pas këtij monologu që pata me policinë e antiterrorit, Rama e ka kthyer Shqipërinë në vend fuksash edhe spionësh, ku në çdo 10 shqiptar 3 janë spion, është bërë, domethënë, koha e fuksave e 50 lekshave të kohës së komunizmit është ku e ku me këtë që është bërë sot. Po, të faktët, ata fuksat e sigurimit shtetit atëre i shërmbenin partisë edhe Enverit edhe Kombit, po
po këta i shërbin Izraelit, se këta janë tradhtar të Shqipërisë. Megjithatë miq, për te monologut, Albano, selam aleikum vlla, Allah i trujt, inshallah bëhesh musliman. Je shkolluar në Turqi, je dora jon, e ke ngrënë çorbën e turgut, inshallah puno edhe për neve ndonjëherë. Tani, miq, përveç monologut që pata me policinë antiterrorit, për komunikatën që i ka dhënë Gerzefit, update për Imran Husseinin. Imranin këto ditë shpresoj që do ta shikojmë në shumë media në Shqipëri. Që taktika ime është kjo, domethënë, unë jam i zënë nga i noti po futem këtë lojë. Por me qenë se këta plerat, se unë nuk e dija edhe kur do shkonte Imrani, por datën saktësisht, se ishte Imam Ervisi që i organizonte të gjitha. Biles unë nuk e dija as kur do arrinte Imam Ervisi, morim telefon, tha, por e tha s'po na lën të fusim hoxhën mbrëm. Dhe ta budallënt me këtë ndalim që i bën Imranit, e bën më të famshëm. Se tek e fundit Imranin do takonin një 20, ja maksimum 100 veta dhe do hiqnin shtëpit vet. Por me këtë që këta i bën Imranit, e bën të famshëm, sepse nuk ka reklam që është e keqe. Edhe anti-reklama është reklam. Unë prandaj domethënë i thash ylli Rakipit edhe këtyre të mediave që thoni që Imranin e ka ftuar Olsi, edhe antiterrorin bërin derin tjetër që thotë e ka ftuar Olsi, se është reklam. Kam nevojë të flas shqip, se këtu ngela gjithë ditën duke folur anglisht dhe malajzisht. Më jep adrenalin ky muhabet, më rregullon nivelin e sheqerit në gjak, se jam me diabet. Edhe dua të them që kush është strategjia ime, është që strategjia, po ja them edhe antiterrorit, ju e mbyllët derën Imran Huseinit, ne do ta fusim Imranin nga penxhereja. Penxhere, jo dritare, ose unë jam anadollak turk. Unë përdor termin ton turk, penxhere. Do e sjellim Imranin nga penxhereja, do ta shikoni nëpër televizione. Pra, ju e ndaloni Imranin, ne por inat e sjellim Imranin. Imranin më herët do ta vizitonin nga 20-50 veta, tani do ta shohin me mira veta. Dhe me këtë ne i përgjigjemi zionizmit dhe Izraelit. I themi asaj kurvës izraelite që keni aty në Tiranë, që ju së bashku me amerikanët futët në përdorim këta quislingrët shqiptar që të torturoni një hoxh 83 vjeçar, ne hoxhën do t'ua sjellim në shtëpitë tuaja, nëpërmjet intervistave që do t'i bëjmë. E para. E dyta, hoxha është në Beograd, i shkreti është duke pritur që t'i vinë valixhet që ja konfiskoi antiterrori, inshallah i shkojnë ditën e hëna të martë me Air Serbia. Dhe kemi ndërtuar ekip që do ta ndjekim në formë ligjore skandalin e Hoxh Imran Huseinit. Do shkojmë këmbë pas këmbe kundër spionave të antiterrorit, derisa ta gjejmë se kush është ai bir kurve, ai qafir, ai qembirqeni, ai maskara që ka ndaluar hyrjen e këtij hoxhe. Kjo antiterrorsa është luftë personale. Është luftë e Islamit shqiptar me ju, zionistët izraelito-amerikanë. Sepse Shqipëria është shteti shqiptarëve. Ne e dim që ju keni pushtetin, ju na kontrolloni bankat, telefonat, WhatsApp-ët, Facebook-ët, na gjobisni, na bllokoni bicikletat, motorat, ato skuterat rrugëve, na kur ishte koronavirusi nuk na linit që të dilnim as nga shtëpia, na vrisni, na rrihni, na burgosni, por Shqipëria është e shqiptarëve, nuk është e zionistëve. Dhe Imran Huseini është hoxh i Islamit. Dhe ne, shqiptarët musliman, do ta nderojmë, do ta mbështesim, do ta respektojmë dhe do luftojmë që ta sjellim prapë në Shqipëri. Kuptohet që ju keni shtetin dhe pushtetin, ne do veprojmë brenda cuazave të ligjit. Ose ju do të regoni pse keni ndaluar këtë burr plak, që nuk e ndalon e gjithë Evropa, nëse ju do thoni dhe jeni aq burra, po ju s'jeni burra, jeni legena. Kishit burra thonin, na ka dhënë urdhër kjo kurva izraelite që kena në Tiranë, kjo vrasësja e fëmijëve, ose na kanë dhënë urdhër edhe amerikanët, se për fat keq ata Homeland Justice nuk po u hakojnë më emailat, se kur u hakon emailat,
e pam se çfarë ndyrësirash ishit, edhe ne nuk e dim kush u ka dhënë juve urdhër. A u kanë dhënë urdhër amerikanët, izraelitët, apo është ndonjë idiot aty në policinë e antiterrorit, ndonjë hajdut nga Tepelena, ndonjë nga ata që sillte drogë nga Amerika Latine dhe i hapte dyert në aeroportin e Rinasit drogaxhive që e ka bërë këtë gjë. Duam ta kuptojmë kush është ai person që e ka bërë këtë gjë. Prandaj do t'ju ndjekim ligjërisht brenda ligjit në gjykata derisa ju të tregoni kush e ka bërë këtë ndalim dhe derisa ju ta hiqni këtë ndalim, por sa kohë ju nuk keni asnjë justifikim juridik. Shqipëria nuk është Izrael. Shqipëria nuk është Gaza. Izraeli nuk e ka pushtuar akoma Shqipërinë. Po, ju jeni quisling të tyre, por Shqipëria është e shqiptarëve o tradhtarë. Miq, ky është komenti im për antiterrorin dhe për Hoxha Imran Hysejnin. Ekipin e kemi ndërtuar në Shqipëri, ekipin islamik, që do të ndjekim këmbë pas këmbë procesin e Hoxha Imran Hysejnit. Kjo është një luftë për ne shqiptarët, luftë për pavarësinë shqiptare, luftë për dinjitetin e shqiptarëve. Hoxha Imran Hysejni erdhi në Shqipëri në besën tonë dhe ne nuk jemi të pabesë si zionistët që ta lëm në balë Hoxhën plak. Allahu e bekoft Hoxha Imran Hysejnin, Allahu ju bekoft gjithë juve. Do fitojmë inshallah. Në profecitë e profetit Muhammed është parashikuar që do të krijohet Izraeli, është parashikuar që do të vijë Dexhalli, por është parashikuar që më pas Izraeli do të zhduket dhe drejtësia globale do të triumfojë dhe Imam Mehdiu dhe Isai apo Jezu Krishti alayhis salam do të zbresin për të shpëtuar njerëzimin. Selam aleikum wa rahmetullahi wa